Nderuar nxënës, mësimdhënës dhe prind. Tani do t'ju njoftojmë me mënyrën se si mund të aplikojmë në konkursin në shkollat e mesme, nxënësit e klasës së 9-ta, për t'u lehtësuar punën tuaj, do të shërbemi nëpërmjet kësaj videos. Çka duhet të bëjmë? Në fillim duhet të kyçim në Google ose Mozilla Firefox, ku të kyçim në faqen e Ministrisë, ku është për aplikimet të nxënësve, edhe ajo është klikojmë, do të paraqitet faqja e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, e cila është për shërbime elektronike. Mund të kyçim në pjesën gjuhën maqedone ose gjuhën shqipe, ne do të kyçim në pjesën për gjuhën shqipe, paraqitet kjo dritare. Në momentin kur paraqitet dritarja, duhet në anën e djathtë kemi pjesën me të verdhë që është në këtë moment schools.mk. Do të klikojmë këtë pjesë dhe na paraqitet kjo dritare. Çka duhet të bëjmë fillim? Nëse duhet të kyçim me akauntin e nxënësit, klikojmë në pjesën Use another account, ose nëse e kemi pjesën gati, do të kyçim në atë pjesë ku duhet. Ne do të kyçim këtë pjesë. Akaunti është do të thotë schools.mk. Pasi të klikojmë, do të thotë me akauntin e nxënësit, duhet të kyçet pasfordi. Ja ne në këtë moment do ta shkruajmë pasfordin e nxënësit. Klikojmë të sign in. Ja, tani është pjesa ku ne do të mundemi të aplikojmë. Klikojmë në yes këtë pjesën, që të qëndrojmë të kjo faqe. Ja, paraqitet kjo dritarja për aplikim. Pjesën këtu lart mund të shikojmë emrin e nxënësit, mbi emrin e nxënësit dhe akauntin e nxënësit, të sigurohemi se bëhet fjalë për atë nxënës. Klikojmë te pjesa apliko. E tani, veç mund të fillojmë të klikojmë. Pra, kemi pjesën në fillim pjesa me të dhënat personale për nxënësit. Shkruajmë emrin e nxënësit, bie fjala Drila. Ja. Nxënësin, mbi emrin e nxënësit e klikojmë. Ja. Ziberi. Shonojmë nëse nxënësi ka në shtetësi, do të thotë jashtme, në vendit të jashtëm, atëherë do të klikojmë te pjesa nxënësi është do të thotë me në shtetësi të jashtme. Përndryshe do të shënojmë nxënësin i cili është me në shtetësi të Republikës Maqedonisë së Veriut, e shënojmë do të thotë. E dini me 13. Po. Shifra që është numri 9, 1 2. Po. E tani. Pasi shënojmë numrin anë të nxënësit, atëherë shkojmë te pjesën poshtë. Gjinia, do të klikojmë gjinia, është mashkullore, e shënojmë datë lindjen, do të kemi kujdes, gjithmonë kur ta shënojmë datë lindjen, do ta shënojmë në mënyrën që mos jetë me 06, 09, kështu me radhë, shënojmë pra, këtë rast 20/7/2007, shënojmë vendin lindjes, ja, për shembull këtë rast do të themi Tetov, adresën e banimit do të shënojmë, do të thotë rruga Blagatowska, shënojmë rrugën saktë, numrin dhe qytetin ku gjendet. Pastaj vjen pjesa kombësia e shtetit, kombësia e nxënësit, shënojmë kombësia shqiptar. Vazhdojmë poshtë pjesën. Kontakt telefoni. Do të thotë mirë është ta shënoni kontakt telefonin e prindit ose nxënësit, mirë do të ishte prindit që kontakti për çdo eventualitet të jetë me prindin, për shembull 07. Shënojmë një numër telefoni, shënojmë email adresën, një email. Qoftë nxënësit, qoftë prindërit, ku mendojmë se e shfrytëzojmë atë email që informatën kthyese që duhet ta marrim nga shkolla ku ka aplikuar nxënësi, që ta marr do të thotë në atë email adresë. Shënojmë mbi fjala emrin e prindit, shënohet mbi emri i prindit, mbi fjala, shënohen pastaj të dhënat të tjera për regjistrim. E tani, kjo pjesë është me rëndësi. Të shënohet se në cilën shkollë nxënësi e ka përfunduar
shkollën fillore. Ne do të shonojmë për shembull, sa të shonojsh fillimin e shkollës, emrin, do të paraqiten gjitha shkollat në shtetin tonë që janë me këtë emër. Ja, unë do të shonoj me shkollën tonë, bie fjala, kjo e metodi Tetov. Pastaj vjen pjesa tjetër në cilën gjuhë e ka kryer shkollën fillore. Në gjuhën shqipe. Pastaj vjen pjesa tjetër ku nxënësi dëshiron shkollën e mesme ku do të regjistrohet. Ja, ne do ta vendojmë një shkollë ku do të regjistrohet, për shembull shkolla e mesme Kirill Peçinović në Tetov, gjimnazi. Ose shkollë tjetër, ne do të marrim një shkollë tjetër profesionale për arsye se të shihni se mundësitë tjera ku duhet të jemi të kujdesshëm. Ja, shkolla e mesme Nikola Shtej në Tetov, shkolla e mesme komunale e mjekësisë, mundemi cilën do të zgjedhim, e tani te pjesa drejtimi, kemi disa drejtime. Drejtimi shëndetësor ose shërbimet personale. Do të klikojmë atje ku mendojmë se do të jemi shumë të kujdesshëm, që mos gabojmë se pastaj është pak vështirë për ta ndryshuar. Cila pjesa, fusha, cilën pjesë do të drejtime kemi për motër medicinale, teknik dentar, laborant sanitar mjekësor, asistent dentar, ku dëshirojmë. Ja, do të klikojmë bie fjala teknik dentar. Në dëshirë. Do të thotë atje ku kanë vendosur prindët të nxënësit që të regjistrohen atë drejtim. Cila pjesa do të na dalë pjesa teknik dentar, shihni do të thotë e njëjta duhet të jetë me pjesën ku kemi thënë drejtimin më parë. Po zgjatja, do të na paraqitet vetë pjesa sa zgjatëm ky arsim i mesëm, do të thotë 4 vjet. Pastaj regjistrimi i nxënësit bëhet për herë të parë ose për herë të dytë. Do të thotë nxënësit që kryen tani klasën e 9 për herë të parë. Klikojmë pjesën për herë të parë. Pastaj kemi gjuhët e pjesën ku do të shonojmë gjuhët e huaja se ti ka mësuar në shkollën fillore. Varësisht se në gjuhën se ka mësuar gjuhën angleze, klikojmë gjuhën angleze, pastaj se ne ka pas gjuhën e dytë. Na jepen opsione të cilat janë gjuhë franceze, gjuhë gjermane, gjuhë italiane. E ne do të klikojmë për shembull gjuhën gjermane. E tani duhet nisën pjesa ku duhet ne për suksesin fillojmë prej klasës 6 të ftesa deri në klasën e 9. Duhet për lëndët, duhet me qenë kujdesshëm. Pra, këtu na paraqiten vetë ftesat nga do të thotë planet mësimore, të cilët programin mësimor që është për klasën e 6, edhe ato lëndë janë të kyçura këtu. Edhe ne të kjo pjesa duhet një nga një të shonojmë notat. Ja bie fjala, mund këtu të shonojmë pjesën këtu ose direkt të shonojmë ne. 5 maqedonisht, matematikë tash, mos i shonojmë ne gjitha notat, mos humbim shumë kohë këtë pjesë. Shonohen gjitha notat. E pjesa ku do të vëreni se do të paraqiten këto lëndët zgjedhore. Shihni kanë me një X. Ne do ta shonojmë lëndën zgjedhore bie fjala cilën nxënësi e ka mësuar në klasën e 6. Bie fjala mëson etika e religioneve, kultura klasike, civilizimit evropian. Cila do të jetë? Ja, klikojmë te etika e religioneve. Edhe vendojmë notën. Këto tjera, nëse nuk ka tjera, do të thotë nuk ka nevojë të tjera se lëndë zgjedhore mund t'i kemi 1 ose 2, e tani klikojmë këto t'i fshijmë këto tjerat mos na bëjnë pengesë. I klikojmë X-in që e fshihen këto. E njëjta vazhdon edhe për klasën e 7. I shonojmë notat me radhë si ka nxënësi. Notat që ti ka, tani unë i shonoj notat për të sqaruar mënyrën, nuk sqarojmë do të thotë këtu nuk tregojmë notat e vërteta, do ta keni parasysh se është video e cila tregon mënyrën se si aplikohet, po jo realisht për nxënësin, për ndonjë nxënës në fjalë. Këtu janë të dhënat vetëm që të sqarojnë. Ja, shënohen të gjitha notat me radhë, këtu që i kemi, do të kemi kujdes notat i shënojmë duke patur anësh dëftesën e nxënësit, do të thotë që të jemi të kujdesshëm mos gabojmë ndonjë notë se del mesatarja që mund t'i bën vështirësi në gjatë regjistrimit. Pikërisht duhet
2 herë, 3 herë të kontrollohet mirë të dhënat që i kemi dhënë, se mund të ndodhë që një notë e gabuar t'ja ul mesatarën në regjistrim edhe do të ketë vështirësi në regjistrim. Pjesa tjetër thamë janë në klasën e 7 lëndës zgjedhore, ne nëse vendojmë bie fjala edukimi mjedisor do të thotë vendoj notën, këto tjera do të thotë i fshin. Mos na paraqiten të lëndë tjera të cilat nxënësi nuk i ka. Edhe këto tjera të shkojmë i fshin. Edhe këtë do të fshim. Në të njëjtën mënyrë shkojmë për të gjitha klasën. Do të thotë edhe klasën e 8, në të njëjtën mënyrë shkojmë edhe klasën e 9, do të thotë ngadalë të gjitha klasët. E tani, pasi ti përfundojmë edhe klasën e 9, në të njëjtën mënyrë siç tham, nga dëftesa duhet të vendohen notat, shënohet edhe lënda të cilën e ka patur lëndë zgjedhore nxënësi, edhe pastaj vjen pjesa tjetër ku ne duhet të futim të dhënat e nxënësit, dokumentet për formë elektronike, bie fjala dëftesës prej klasës 6 dhe 9 dhe certifikatën e lindjes. Në pjesën këtu të për klasën e 6 do të fillojmë, ku është pjesa dëftesat, nga klasa e 6 klasën 9. Te choose file do të klikojmë. Të futim dëftesën. Mirë, po paraprakisht, dëftesat duhet t'i kemi të skenuara dhe në PDF formatin. Mënyra se si e bëjmë është kjo. Pra, klikojmë te është pjesa e themi printerit, çipsit edhe tani. Shkojmë pjesën paraprakisht e vendoj dëftesën të skeneri dhe skenimi. Skenimin duhet ta bëj në pjesën ku thotë të dhëruhet në formatin PDF. Edhe skenoj një në pjesë, ja, tani fillon skenimi. Tani do të skenimi i faqes së parë. Do të kemi parasysh se këtu destinacioni ku thotë file tip, do thotë do të jetë PDF formati, ja, ku skenua faqja e parë. Tani nxjerri do thotë bëj në skener edhe faqen e dytë. Ndrojmë. Ku klikoj shifni, një plus ka që do thotë faqen e dytë klikojmë. Ja, fillon skenimi edhe i faqes së dytë. Tani, të dy faqet do të na paraqiten në formatin PDF në një dokument. Ja? Tani është shumë e rëndësishme, ku thotë pjesa save, do të klikoj save, do të paraqitet emrin, duhet ta shkruajmë të nxënësit e fjala, si e ka emrin mbi emrin nxënësi, edhe e kemi në formatin PDF. Ja, do të thotë, klikoj këtu, ta shohim se formatin e dhënë, ja, si do duket pjesa e skenimit të dëftesës në formatin PDF. Ja. Ishte që pas skenimit të kontrollohet mirë që të jemi sigurt se dëftesën është në rregull. Ju ka thotë, pasi bëhet skenimi, hyjmë te pjesa choose file, marr pjesën do thotë të klasës 6 në PDF format që drilon, bie fjala, klasa e 6, pastaj choose file prapë hyjmë te klasës së 7, ja klasa e 7, klasës së 8, dhe në fund klasës së 9. Pastaj vjen pjesa e sjelljes së nxënësit, pasi gjitha dëftesat do thotë i ngjita. Shkojmë te sjellja në klasën e 6 shembullore, si e ka sjelljen, është me rëndësi të shënohet, klasën e 7, shembullore mirë ose jo mjaftueshëm, duhet realisht të shënohet. Ja, e shënojmë sjelljen, edhe klasën e 9. Tani vjen pjesa ku
bashkangjesim certifikatën e lindjes, të cilën po të njëjtën e kemi skenuar dhe e kemi në formatin PDF. Ja, e bashkangjitëm. Tani, po që se ka diploma për vendin e parë të 2-3 në gara të ndryshme, do të të bashkangjitin edhe diplomat e nxënësit. Do të në të njëjtën mënyrë, po që se ka diploma, i bashkangjesim diplomat e nxënësit nëse ka, e kështu me radhë. Nëse nuk ka, kalojmë në pjesën e fundit, do të të dhënat për këtë paraqitjen. Është obligative këtë pjesë ta klikojmë, të pranojmë që këto dhënat e përzuara janë të sakta me përmbajtje dhe pas këtij aplikimit ton, në afatin e caktuar, ishte në këtë rast, do dalë rang lista për regjistrimet në shkolla. Do të klikojmë këtu edhe pastaj klikojmë pjesën apliko. Pasi aplikojmë, tani në këtë radhë nuk do të aplikoj se veç aplikimi është bërë, do të paraqitet se keni aplikuar, do të thotë në rregull është gjithçka. Pas aplikimit dalim në pjesën për dalje dhe këtu dalim nga faqja. Faleminderit.